Në qytetin e Gramshit, çdo vit organizohet maratona rinore. Në këtë qytet të vogël, çdo vit vjen diçka ndryshme. Të rinjt ofrojnë një atmosferë të veçantë dhe jo si gjithë ditët e tjera. Çdo vit në Pallatin e Kulturës së këtij qyteti realizohet maratona rinore. Gjimnazistët e qytetit, si dhe të rinjt të apasionuar pas muzikës, humorit, vallëve apo këngëve, na sjellin një produkt të mirë organizuar që na rrëmben zemrat për orë të tëra. Drita të ngjyra, skena që prej të rinjt të tërheq pas vetë nuk të lë të largosh vëmendjen. Maratona zgjat disa ditë duke u prezantuar në fillim vitet e para dhe më pas vitet e tjera, duke sjellë në natën finale të gjithë skenat më të bukura dhe më tërheqëse. Kjo maraton përbëhet nga këngë, valle, sfilat, humor dhe zhanre të tjerë. Mësues, regjisor, skenograf, kërcimtar të talentuar merren me trajnimin e të rinjve. Vërtet që sjellin një produkt final të mirë organizuar dhe manitës. Maratona këtë vit ende nuk është bërë, tani pritet së shpejti. Të gjithë kanë filluar të bëjnë përgatitjet për netët e maratonës. Turn up the bass and make them